Sot në Kosovë të jesh islamofob, është vedije kombëtare. Nuk jena musliman. Pa e qitë katëlita benzinë me kolë se kisha lau. E ka flishtë me xhamia, ka flishtë. O gjëmar, da që shko më falë xhamia i në ko shqiptare. Kjo dhe me thonë dhe të shkojnë në të Arab e Turq. Në dina me pre. Qka po falni për ato letka të Arabëve? Atë kom fitu një urrejtje ndaj ati Kurani. Që këtë përshindja aty në dresni në mja ullë shumë atë. Shalim feja muslimanë të rojës evropiane. Me ato janë si thas burlogi, si majmuna. Jo, së është e me në Arabë. Dhe në qofë se jeshim gjithë musliman, po pat një katolik, Kosova nuk është dhe jona. Xhamiat nuk i ndali kur. Luftojnë të keqen e cila është edhe ma keqe se lufta. Prandaj na duhet të qenë ata që duhet i ndalu këtë keqe. Të fesë islame dhe ortodoksizmit serb. Pra na dy fe i kemi konsideru të rrezikshme të bindur 1,000,000%. Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si që pati video shumë nxitse. Këto lëvizje anti-islamike, bazën e kanë në të djathën ekstreme. Ajo që po përhapet në Evropë dhe në SBH e djatha ekstreme, po mundot nëpërmjet të disa shqip folësve të vjen edhe në trojet tona. E pa, tereni është duke u përgatitur edhe nëse në të ardhmen e afërt bën dikush sulm terrorist, atëherë bara bie tek të gjithë ata anti-islamist që e bën këtë teren të përshtatshëm për të sulmuar. Shikoni për shembull ngjarjen në San Diego të SBH-s. Kush ishin nxitësit? Nxitësit ishin pikrisht ata që hedhin vënir kundër islamit dhe muslimanëve. Dhe ajo narrativ po mundohet të përhapet edhe tek ne në Kosovë nga këto lëvizje të ndryshme anti-islame. Edhe ç'është më e çuditshmja, nesër me vome ndodh ndonjë rast ekstremist, ndonjë sulm, këta do dalin dhe do të distancohen. Pse nuk distanconi tani nga kjo gjuhë e cila ju vet e mbollët? Ju vetë jeni duke e mbjell këtë gjuhë. Ne si musliman, si pasus sunetit të Muhamedit a.s. ndaj çdo ideologjie që është ekstremiste, ne e luftojmë në mënyrë të pamëshirshme. Kemi paralajmëruar kur kanë dalur grupe të ndryshme që i atribuon islamit dhe kemi paralajmëruar saqë edhe jemi kërcënuar nga grupet e tilla. Ku është distancimi juaj ndaj këtyre grupeve që po i bëjnë këto sulme? Nëse thoni se kjo është një lloj kundërsulmi për shkak të sulmeve të muslimanëve, jo. Nuk themi ashtu. Apo djatha ekstreme është përhapur shkaku i muslimanëve apo shkaku i ekstremizmit të muslimanëve. Përkundrazi, atëherë po kthehemi ne që shumica e shteteve që nuk janë muslimane, ai kanë kolonizuar muslimanët, au kanë marrë tokat muslimanëve, ai kanë rrjep muslimanët. Atëherë atë themi që kjo është sebeb për shkak të ekstremizmit të disa muslimanëve. Pse këto standarde të dyfishta? Pse këto standarde të dyfishta? Këto organizata janë duke e bërë terrenin e përshtatshëm që nesër dikush ndonjë i ri, qoftë ateist apo qoftë i krishter, kur ta mbushti kur ta mbushti me urrejtje apo ndaj muslimanëve këtu, kur ti i thu që xhamiat i kanë ndërtuar shkijet, kur ti i thu që kjo është fe e pushtuesit, e ku e diunë kjo është kulturë e huaj, këta muslimanë po den me na për kulturën e huaj, e ku e diunë, domethënë sulme të ndryshme, ai krishteri, ai jo fetari, ai ateisti mbushet dhe pastaj nesër të bën sulme. Kush do ta merr përgjegjësinë? Përgjegjësia është mbi ju. Përgjegjësia është mbi ju sepse ju terrenin e përshtatshëm jeni duke e bërë. Ne e mësojmë në fe që ekstremizmi, ai nxitësi i ekstremizmit është më i fllihur. Ulemaja janë dietarët tonë kanë thonë, ata të cilët nxisin janë më të fllihurit e ekstremistave. Sepse ky nxit dhe bërsi e bën bazë të nxitësit. Andaj duhet të ketë kujdes shumë, më thon vetë shihni se çfarë terreni është duke u përshtatur apo çfarë terreni është duke u bërë kundër muslimanëve të Kosovës. Pikërisht pse bashkë Kosova? Sepse me shumicën muslimanët edhe e kemi fqinin e afërt, një fqin të keq që nuk ka dyshim që ai mund të ketë gisht këtu apo edhe disa shtete të ndryshme. Andaj kujdes.